Çfarë më jam Niko? Berisha. Okej. Për se tam ka ik. Faton Peci nuk është më ministri i bujqësisë. Por, lavrat që ka lënë pas nuk i mbulon as largimi as betimi i tij si kryetari i ri i Mitrovicës. Prapa vetës, Peci lën një mori skandalesh e aferash korruptive që shoqëruan gjatë drejtimit të ministrisë. Një nga skandalet më të mëdha të Faton Pecit është ajo me fabrikën e nënprodukteve shtazore. Peci kishte nënshkruar një nga kontratat me më së shumti shkelje ligjore me kompaninë Lip KS dhe IT për t'ia dhënë me qira fabrikën e nënprodukteve shtazore. Me këtë kontratë, dyshohet se i ka shkaktuar dëm buxhetit të shtetit rreth 60 milion euro. Ky rast tashmë është duke u hetuar nga prokuroria speciale. Madje, organi akuzës e ka intervistuar edhe Pecin. Përderisa prokuroria po bënte punën e saj, Peci në mënyrë korruptive po punonte për t'i mbuluar aferat e tij. 3 hetuesve të policisë së Kosovës që në duart e tyre kishin pasur rastet e Pecit si të dyshuar, ua kishte punësuar gratë në Ministri të Bujqësisë. Në të njëjtën logjik, Peci i kishte dhënë grant Halime Përçukut, grua së hetuesit të krimeve ekonomike Rahman Përçukut, i cili po hetonte rastet e Pecit. Një skandal tjetër i Pecit është ai me kompaninë Appetit Group, mishin e importuar nga Brazili. Kjo kompani e eksportonte në Shqipëri si të ishte mish i freskët i Kosovës. Krejt këtë kishte bërë me dijeninë e Agjencisë Shtetërore të Kosovës të Ushqimit dhe Veterinës, e cila operon në kuadër të ministrisë që ka drejtuar Peci. Të gjitha këto ndodhen ndërkohë që qytetarët e Kosovës konsumonin peshk me krimba të llojit anisakis. Këtë bënin me leje të Pecit, edhe pse institucionet vendore dhe ndërkombëtare kishin konstatuar se ky lloj i krimbave ishte i rrezikshëm për shëndetin e njeriut. Historitë e errët gjatë drejtimit të Ministrisë së Bujqësisë, Peci ka edhe saj përket shpërndarjes së granteve. Primare ishte lidhja me pushtetin. 100.000 euro granti ishin dhënë vëllait të deputetës së vetvendosis Fitore Pacolli. Pastaj edhe dajës. 100.000 të tjera shkuan për këshilltarin e Pecit Naim Huruglica. Historia e 100.000-sheve nuk përfundon me kaq. Po këtë shumë kishte përfituar nga ministria që udhëhiqej nga Peci edhe ish kandidati i vetvendosis për asamblest Enver Bajrami. Ka ende, plot 150.000 euro Peci u kishte dhënë grante kushërinjve të vet, duke treguar mendësinë familjare të shpërndarjes së granteve, e jo atë të meritave. Të bëmat e Pecit vazhdojnë. Ai kishte firmosur edhe një kontratë në vlerë prej 54.000 euro me Njazi Ajvazin, një zyrtar të partisë Guxo. Peci gënjeu edhe kur tha se ka shënuar rekord të mbjellave dhe rendimentit të grurit. Shifra zyrtare tregojnë se të gjithë ministrat paraprak kanë qenë më të suksesshëm se Peci sa i përket hektarëve të mbjell me grur. Gjatë kohës kur Peci udhëhoqi Ministrinë e Bujqësisë, ky dikaster u kthye në një qerdhe për punësimin e familjarëve dhe militantëve. Motra e ministrit të punëve të brendshme, Xhelal Sfeqla, ishte punësuar në Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë si zyrtare e lartë e pagesave direkte në Drejtorinë e Pagesave Direkte. Asistentja e tij Bleona Krasniqi u bë zyrtare për informim në Ministri të Bujqësisë. Ish këshilltari politik Albert Brahimi u emrua drejtori drejtoratit koordinues rajonal në Mitrovicë, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë. Ndërsa asistenten ekzekutive Verona Mengjiqi e bëri zyrtare të lartë ligjore në Departamentin Ligjor të Ministrisë së Bujqësisë. E mbani mend edhe këtë. Çfarë më jam Niko? Berisha. Okej. Për se tam ka ik. Kjo është trashëgimia që Faton Peci le pas. Favore politike, klientelizëm dhe vendimet që kanë cënuar interesin publik.